U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe me të ftuarin tanë të radhës që ka të bëj pikërisht me një organizatë ndërkombëtare që funksionon në Kosovë, por që përfshin gjitha trojet shqiptare, duke përfshirë Maqedoninë, Shqipërinë dhe kështu me radhë. Dhe bëhet fjalë për organizatën humanitare Islamik Relievët dhe këtu me mua kemi zëvend drejtoreshën e kësaj organizate, zonjën Albulena Gashi. Mirë se erdhët në Shkup të themi, pikërisht nga Kosova, zonja Albulena. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Për mua është kënaqësi me qenë pjesë e një televizion shqiptar në Maqedoni. Në bëhet qefit edhe neve dhe pse jo mos të kemi pikërisht ku do të flasim për një organizatë humanitare që ndihmon shqiptarët kudo që janë. Është një organizatë ndërkombëtare, mund të themi se si u zgjeruar misioni i saj deri në trojet shqiptare. Po, organizata Islamic Relief Worldwide, në këtë rast Kosova, është organizatë ndërkombëtare, humanitare, që operon në 40 shtete të botës. Zgjerimi në trojet shqiptare ka ardhur natyrshëm si përgjigje ndaj nevojave të komunitetit shqiptar, si në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëri. Në Kosovë ka filluar, fillimisht të themi, fillojmë prej të parës, në Shqipëri ka filluar në vitin 92 pas rënjes komunizmit dhe si nevoje e projekteve emergjente atje. Pastaj në Maqedoni, përmes Islamic Relief të Shqipërisë, kemi pas partnerin ton lokal këto Kallirin e Mirësisë, përmes tyre kemi realizuar projekte të ndryshme, si përgjigje ndaj emergjencave. Fillimisht ka qenë një projekt emergjent për refugjatët sirian, këtu në Maqedoni kur kanë qenë. Pastaj në Kosovë është si përgjigje ndaj nevojave dhe atje pas luftës në vitin 99. Që karakterizon Islamic Relief si organizatë është se është organizatët e para që ndërhyjnë me njëherë pas krizave të emergjencave në rajonin tonë. Në rajonin tonë, cilat janë objektivat kryesore që organizata ndërkombëtare Relief synon të realizojnë në këtë rajon? Po, ne bazohemi, kemi disa parime dhe objektiva, dhe objektivi kryesor është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Si organizatë ne mundohemi, i kemi disa sfera ku ndërhyjmë, është në sferën të fokusit kryesor i punës dhe aktiviteteve tona, zgjerohet në aktivitetet e edukimit, në aktivitetin e ndihmave humanitare gjatë sezonave të ndryshme, që përfshin edhe projektet sezonale të dimrimit, Kurbanit, Ramazanit, edhe ndihmës pajisjeve shkollore kur është nevoja. Pastaj edhe kemi fokusin edhe te kur kemi ujë të pishëm të komuniteti. Domethënë çdo gjë që komuniteti ka nevojë, sa i përket ndihmave emergjente, edhe të zhvillimit ekonomik, social. Gjithmonë jemi aty pranë familjeve që kanë nevojë. Që kanë nevojë. Në sa shtete operon organizata humanitare Islamik Relief? Po, organizata operon në 40 shtete të botës. Bazën kryesore ka në Birmingham të Anglisë, është që nga viti 1984 atje. Edhe si që ceka më parë, në shtetet e tjera kemi domethënë partner të ndryshëm, partner që japin fonde dhe kontribuojnë në projekte të ndryshme, në nevojat të komunitetit në rajone të ndryshme, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, po edhe në shtete ku është nevoja. Por kemi edhe, domethënë kemi partner dhe zyre të cilat mbledhin fonde dhe thithin fonde për të realizuar projekte të ndryshme në ndihmë të komunitetit vulnerabël. Mund të na thoni se deri më tani cilat projekte humanitare keni realizuar së fundmi, mund të themi në vendin tonë, në kuadër të misionit ndërkombëtar të organizatës? Me qenë se tani më jemi në Maqedoni, desha të ceki disa projekte që kemi realizuar këtu, pa janë ashkaluar projekte të cilat i kemi sezonale, të cilat janë gjithmonë aty, si që ceka më parë, gjithmonë duke i kontribuar në komunitetin që ka nevojë. Ne kemi realizuar dhe projekte edukative, edhe në ndihmë në bashkëpunim me komunën e Haraqinës dhe Likovës, kemi shpërndar mjetet të rënda dhe kontenjer varsisht nga nevojat të cilat ata kryetarët e komunave dhe komuniteti ka ofruar tek ne, ka ardhur domethënë me kërkesat për nevojat të cilat komuniteti ka pasur nevojë. Ne kemi realizuar projektin dhe kemi filluar me këto aktivitete për ndihmë të komunitetit, po gjithsesi fokusin kryesor kemi edhe te edukimi, kemi disa nxënës të cilët janë duke e kryer
këtë full stack për programim dhe IT, kështu që fokusi jonë është këtu te këto projekte. Me cilën organizatë humanitare bashkëpunoni këtu të themi në Shkup në Maqedoni? Organizata me cilën bashkëpunojmë është Kalliri i Mirësisë, sepse objektivat na ndërlidhen. Kemi objektivat edhe fokusi jonë është i ngjashëm, është i njëjtë. Ndërsa me këto pjesët e komunave ku keni ndërhyrë, besoj që kanë qenë projekte të mëdha që keni ndërhyrë në komuna. Na thoni konkretisht se për çfarë projekte bëhet fjalë konkretisht? Patjetër. Ne kemi pasur zhvillimin në Haraqin, kemi pas 3 komponente. Është për mjetet të mëdha për largimin e mbeturinave, sigurimi i ujësjellësit të komunitetit, me qenë se nevoja ka qenë për ujë të pishëm, edhe në Likove njëjta gjë, domethënë kemi pasur për sigurimin e ujit të pishëm, pastaj edhe për sigurimin e kontenjerëve për largimin e mbeturinave, edhe trak këto kamionetave të gjithave që largojnë mbeturinat nga lumenjtë të shtratit e gjitha gjanat e tjera. Domethënë keni investuar ju, mund të themi, dhe keni bërë një projekt të tillë. Sa familje kanë përfituar nga ndihma që Relief ka sjellë? Apo sa është numri i familjeve nevojtare që janë të regjistruar pikërisht në organizatën e humanitare? Islamic Relief sigurisht fokusin kryesore ka tek fëmijët jetim, nënatve të ushqyese, po pajlon anash edhe familjet në raste sociale, sepse si që thash ne bashkëpunojmë edhe me komunitetit dhe ata na ofrojnë domethënë disa kritere për të përzgjedhur familjet në nevojë. Po janë djetra mira familje që përfitojnë si në projekte sezonale çdo vit, po edhe çdo muaj që marrin fonde sponsorizim lokal për fëmijët jetim, të cilët marrin çdo muaj, domethënë fonde, dhe përkrahen edhe me ndihma të tjera, asistencë tjetër, siç janë edukimi, trajnime të ndryshme, si edhe në projekte sezonale, domethënë është një paket e madhe që e ndihmon familjen për të fuqizuar edhe vazhduar më tutje. Mund të na thoni se çfarë aktivitete dimrore planifikon organizata ndërkombëtare të themi për këtë sezon? Zakonisht paketa dimrore në gjithë rajonet, si në Kosovë, Shqipëri, po në këtë rast po flasim për Maqedoninë, përfshin një paket dimrore pak ushqimore, batanie, po dua të ceki që kjo varet edhe nga nevoja që familjet dërgojnë në organizatën Kalliri i Mirësisë. Se për çfarë ka nevojë? Po se për çfarë ka nevojë, po gjithashtu ne japim ndihmë edhe në mjete, për shembull teknik të bardh, ka raste stufa, varësisht nevojave. Mund ta cekim lirshëm se para 2 javësh para festave të nëntorit ishte pikërisht së bashku me organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë, ku keni shpërndar rreth 100 teknik të bardh, pajisje të teknikës së bardhë, pikërisht për familjet nevojtare në Maqedoni. Po, patjetër është edhe kjo njëra ndër projektet tona që kemi realizuar në Maqedoni. Kjo ka qenë si kërkesë e komunitetit dhe ne kemi partnerë të ndryshëm, partnerët që kemi përfshi në Gjermani, Amerikë, Angli, Zvicër dhe partnerë të tjerë. Në këtë rast ka qenë Vakf, Islamic Relief Vakf në UK, cili ka ndihmuar, ka përkrahur këtë projekt dhe ne kemi përfshi 10 mira familje në teknik të bardh, po nuk është vetëm projekti i vetëm që ka përfshirë këta, kemi përshpërndar dhe gjëra të tjera varësisht nevojave. Mund të na thoni se çfarë lloj ndihmash ofroni më shpesh, të themi gjatë dimrit, të verës, dhe varet duke u bazuar se në çfarë sezone jemi apo në çfarë stine jemi? Si organizatë Islamic Relief karakterizohet si njëra ndër organizatat që fillon me emergjenca, pastaj siç ka filluar domethënë në rajonet e tona, si përgjigje ndaj kërkesave emergjente, pastaj zhvillon në projekte të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Dhe fokusi jonë është këtu, domethënë fokusi për të ndihmuar familjet që të dalin nga krizat
ekonomike dhe sociale dhe mundohemi që të ofrojmë atyre ndihmë në bujqësi, në edukim, në sfera të ndryshme që për t'i dërguar ata për të dalë jashtë asaj vorbullës të varfërisë ndoshta dhe për të zhvilluar më tutje familjet e tyre. Keni familje që zakonisht çdo muaj ju ndihmoni që e dim që është në gjendje të rëndë ekonomike dhe ka nevojë ato që çdo muaj të marrin qoftë një pak ushqimore, qoftë edhe me gjëra tjera elementare? Po ajo që na karakterizon ne është që bashkëpunimi shumë i mirë me komunitetet lokale. Me komunitete, me institucionet të ndryshme, edhe shkollat, edhe organizatat e vogla, të cilat ka një listë të familjeve që ka nevoja, edhe sigurisht ne identifikojmë ato, edhe pa tjetër mundohemi që me i përfshi ato në asistencat tona sociale. Në këtë rast, target grupi jonë është të fëmijët jetim dhe nënat vetushqyese, po pa tjetër edhe raste sociale të cilat janë në listën tonë edhe në një pas të një kriterit të filtrimit të familjeve dhe prioriteteve, sepse sigurisht nuk mundemi për gjitha t'i përfshim për me njëherë, po në fazat të ndryshme ato përfshihen edhe mundohemi që secili me përfshi për me përfitu nga asistenca sociale. Mund të na thuani se sa keni bashkëpunime edhe me institucione, qoftë edhe në ato në Kosovë, qoftë edhe me organizatat humanitare në Kosovë, në Shqipëri, ju e cekët në Maqedoni se zakonisht bashkëpunoni me Kallirin e Mirësisë, po me tjera si funksiononi? Realisht që jemi ndër organizatet e para që kemi vepruar me njëherë pas krizave emergjente, edhe si organizat si brand njifet në gjithë komunitetin, edhe organizata është e hapur me gjitha komunitetet dhe pa tjetër bashkëpunoj me institucionet të ndryshme, po sidomos me komunitetin lokal, me komunat të ndryshme të cilat ka nevoja dhe sigurisht edhe ato e japin kontributin e tyre, vinë me kërkesat për nevoja për komunitetin edhe të regojnë që duke u bashkuar forcat për të realizuar aktivitetet dhe projekte të ndryshme, dërgojmë projekte dhe i realizojmë, implementojmë bashkarisht, do të thonë me 1% të bashkëfinancimit nga komunitetet lokale, nga komunat e ndryshme. Pikërisht, si ndihmon të them përvoja ndërkombëtare e Relief në rritjen e cilësisë së projekteve në nivel lokal? Ndihmon shumë sepse ne ka një ekspertizë, një gamë të gjerë të ekspertizave dhe modelet të ndryshme të cilat përpiqemi të realizojmë edhe në rajonet tona. Pa tjetër ofrojnë një gamë të gjerë të trajnimeve dhe rritjes së kapaciteteve të komuniteteve lokale. Është një mori dhe gamë e gjerë e trajnimeve të ndryshme të cilat mundohemi t'i ofrojmë si stafit, si komuniteteve tjera, edhe si po ashtu edhe personave të cilëve ju ndihmojmë, rastet sociale, për shembull në rastet kur shpërndajmë ndonjë makineri bujqësore për fermerët e vegjël, patjetër edhe për ata ofrojmë trajnime të ndryshme se si me u kujdes për to edhe me qenë të qëndrueshme që afatgjata për të ndihmuar ata me i zhvillu aktivitetet e tyre bujqësore. Po edhe në rastet e tjera, do të thonë ngritja kapaciteteve të ndryshme është shumë e madhe. Si sigurohen fondet për projektet që organizata ndërkombëtare realizon? Ne kemi fondet të ndryshme, është zakonisht është zyrët që mbledhin fonde dhe zyrët që realizojnë, implementojnë projekte që i shpenzojnë ato fonde. Kemi partner të ndryshme në përbot, të cilët janë partner të fuqishëm tonë dhe na përkrohen aspektet e nevojave emergjenteve, ndihmave të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, projekteve të ndryshme. Kemi si organizat, si që seka edhe në fillim, jemi në 20 shtetet të botës, po janë shtetet e fuqishme të cilat dhurojnë donacione, po pa tjetër e kemi edhe këtë zyrën e mbledhjes së fondeve, që është operon lokalisht, edhe këto edhe në të gjitha rajonet ku ka shqiptarë, dhe me thonë që përfshihemi Maqedoninë, Kosovën edhe Shqipërinë. Nuk është që s'kemi menduar edhe për pjesën tjetër të Preshevës, ajo është një afat gjatë, një mendim, një realizim do shta në të armën, bashkëpunime partner të ndryshme edhe atje për të përfshirë edhe komunitetin atje. Pikërisht, a publikonin raporte transparentse dhe për shpërndarjen dhe impaktin e tyre? Pa tjetër, na për çdo projekt që i kemi, qoftë i vogël ose i madh, do të thonë nga
çfarë do shumë që tjetë ajo, për çdo projekt kemi realizojmë raporte të ndryshme, si për donatorët tonë, si për publikojmë në më thonë raportën, ato janë aty edhe si organizat njifemi si që kemi standardet e larta të transparencës. Do më thënë jeni në regull me këtë pjesë, gjdo punë që e bëni e publikoni që të kemi... Cilet janë sfidat kryesore ku një organizatë ndërkombëtare punon pikërisht në këto vendet ku ka shqip folës të themi, ku ka shqiptarë në vendet, qoftë në Maqedoninë, ju e cekët edhe në Preshevë, po Kosovë dhe Shqipëri? Realisht sfida më e madhe që mund të cekë është viteve të fundit është ndryshimet socio-ekonomike dhe krizat globale në përbot, e cila e afekton pak gjendjen dhe aktivitetet tona këtu nuk do me thonë që kjo që ne kemi më pak nevoj, po sigurisht në gjithë kund në përbot, ne dim që kur janë krizat emergjente, kjo afekton pak punën në rajonet e tjera. Po gjithsesi, jemi si organizat, ka vite eksperiencë punë dhe mundohemi t'ja dalim sfidave të ndryshme që hasim në për gjatë viteve të ndryshme gjatë aktivitetet dhe implementimit të projekteve tona. Si siguro që ndihma të arrin të familje që kanë më shumë nevojë? Ne kemi një sistem të tërë të zgjedhjes së familjeve, kemi familje të cilat i kemi në listë për fëmijët jetim, po gjithashtu edhe të përzgjedhjes së kritereve, në rastet kur bashkëpunojmë me institucionet të ndryshme, i kemi ato kriteret bazë që i përcaktojmë, edhe më bazë të prioriteteve zgjidhen ato familje. Sigurisht e kemi komisionin vlerësues, i cili bën këto përzgjedhjen e këtyre familjeve në mënyrën më transparente të mundshme dhe kemi një parem që mbrojmë dinjitetin e secilit përfitues në këto raste. Mund të na thoni si a planifikoni të zgjeroni më tej bashkëpunimet ose projektet? Patjetër, do të thonë aty ku është nevoja gjithmonë te komuniteti shqiptar ne jemi gjithmonë aty dhe mundohemi maksimalisht që t'i përfshijmë këto projekte, aktivitete. Patjetër që projekte sezonale, siç e seka dhe më parë, ato janë gjithmonë aty për të përkrahur familje të cilat kanë nevoja humanitare, pastaj edhe projekte zhvillimore për familje të cilat mundohemi që t'i largojmë nga gjendja ekonomike në të cilën gjenden. A mund të ndani një histori të themi që ju ka prekur me ndonjë familje pasi bëni një punë pikërisht me një organizatë humanitare ndërkombëtare? Histori rasti ka shumë të ndryshme të cilat të shumë të rasteve ndoshta të bëjnë të qash kur fillon të diskutosh me to. Po unë du me cek një histori me nënat kryefamiljare të cilat rishtazi kanë përfituar për e granteve, sepse ne kemi udhuruar edhe grante për ato gratë kryefamiljare të cilat kanë fillu një ndërmarrësi edhe kanë fillu atë start-up biznesin, do me thonë të tyre, edhe janë lumturu nga ajo që kanë filluar edhe që kanë me mundësi me u zhvillu. Kjo është një rast që një nane që ka filluar, do me thonë, biznesin e saj të brumrave dhe torteve të ndryshme, edhe ajo veç ka fillu me shitjen e parë dhe ka tregu një histori që, më thonë, prej sfidave shumë të mëdha që ka kalu me një stat krejt tjetër për një periudhë shumë të shkurtë, edhe kjo na ka bërë neve shumë krenar. Krenar, pikërisht me ndihmën e organizatës juaj humanitare. Edhe nga këto raste kemi shumë, si në të gjitha rajonet, sepse kjo, ndoshta jo në aspektin e ndërmarrësisë, po kemi edhe të trajnimeve të ndryshme këtu në Maqedoni, të studentëve dhe fëmijëve e nanave të tjera, kështu që edhe ata kanë filluar të trajnohen edhe të kalojnë një stad tjetër, pse jo për të gjetur punë në të ardhmen shumë lehtë. Në të ardhmen, pse jo? Sa është interesimi për t'u andarësuar në këtë organizatë, qoftë i atyre për të ndihmuar, të jenë pjesë vullnetarisht për të ndihmuar familje që kanë nevojë? Organizata i ka rjetët sociale, edhe ka Mirësisë dhe Islamic Relief,
përmes rrjeteve sociale të ndryshme, mundohemi maksimalisht të tregojmë standardet të larta të transparencës me çdo donator që në gjatë kohës mbledhjes së fondeve një për një me donator, mundohemi që të jemi sa më afër me ta edhe t'i tregojmë raportet tona dhe realizimin e projekteve tona edhe në çdo aspekt jemi shumë afër me ta. Edhe mendoj që kjo transparenci bën ata që të ndjen sa më afër nesh, kështu që për çdo donator, për çdo aktivitet mundohemi që të jemi sa më transparent dhe si e tillë organizata përkrohet nga një gamë gjerë donatorësh të ndryshëm edhe individual, po patjetër ne kemi edhe një listë të vullnetarëve të cilët shprehin gatishmëri për të kontribuar në organizatën. Edhe besoj që secili prej tyre që ka kaluar në për aktivitete të ndryshme është ndjerë shumë mirë dhe ka pasur një feedback, zakonisht kemi pranuar feedbacke pozitive për sa herë ata kanë ardhur për të realizuar ndonjë projekt të organizatës sonë. Pikërisht, si ndikon mbështetja e një rrjeti ndërkombëtar në forcimin e aktiviteteve tuaj humanitare? Është një mori ekspertizë shumë e madhe nga organizatat e mëdha që na përkrojnë si partnerët tonë, na përkrojnë shumë në ekspertizë, në zhvillimin e kapaciteteve, edhe kjo ndikon drejt për drejt në impaktin për të pasur impakt në komunitetet, në komuniteti shqiptar në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Ne mundohemi që edhe me projekte dhe raportet të ndryshme të vlerësojmë këtë impakt. Kemi raportin e performancës, impaktit në komunitet, studimit rasteve të ndryshme, kështu që mundohemi këto t'i përfshijmë me publikimin e këtyre raporteve, edhe ndikimi është shumë i madh. Shumë i madh. Dhe në fund cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata ndoshta familje që hezitojnë të jenë, të them, të regjistrohen në organizatat humanitare për të kërkuar ndihmë. Ne e dim që shpesh herë shumica mund të them të gjitha organizatat humanitare gjithmonë kur japin ndihmë fytyrat, por edhe emrat e tyre nuk bëhen publike. Ndoshta e kanë frikën, e kanë atë ndërgjegjen e patër dhe hezitojnë të regjistrohen në ndonjë organizatë humanitare që ndoshta kanë me të vërtetë nevojë shumë. Patjetër, si organizat, sigurisht jemi njerëzor dhe mund të bëjmë ndonjëherë ndonjë gabim, por patjetër fokusi kryesor joni është ruajtja e dinjitetit të secilit person, secilit qytetar që ka nevojë. Kjo është parimi joni, të ruhet dinjiteti me çdo kusht, por patjetër që ne jemi të gjithë shqiptarë dhe mundohemi maksimalisht që të kontribuojmë dhe të ruajmë, të përkrahim njëri tjetrin. Patjetër që gjithmonë gjithkush ka kaluar në faza të ndryshme të jetës dhe ka pasur nevojë për ndihmë. Kështu që nuk është e jona që jemi në një fazë të caktuar që kemi nevojë për të dalë nga kriza ekonomike, kështu që për atë arsye ekziston organizata për të përkrahur këto familje, kështu që ju bëj thirrje secilit që ka nevojë patjetër me kërku ndihmën. Ndoshta ka raste që ndihma nuk vjen imediatikisht me njëherë, por patjetër që listat janë aty dhe ne mundohemi maksimalisht me i përfshi familjet kurdo që kemi aktivitete. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës, ku ndatë dhe shumë informacione lidhur me këtë organizat dhe me cilën organizat bashkëpunoni pikërisht në Maqedoni. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ju, kënaqësia është e imja.